Një grup banorësh të fshatit Velitër në bashkinë e Maliqit protestuan sot për mungesën e ujit të vaditjes, duke ngritur shqetësimin se situata po rrezikon seriozisht prodhimet bujqësore. Ata thonë se sasia prej 30 litrash ujë në sekond, që vjen përmes kanaleve, është e pamjaftueshme, veçanërisht në kushtet e temperaturave të larta. Banorët theksojnë se kjo problematik përsëritet prej vitesh, ndërsa autoritetet nuk pa arrin të menaxhojnë siç duhet ndarjen e ujit, i cili në shumë raste devijohet në kanalizime të tjera. Ka 30 vjet që jam këtu në Velitër, ky avas është 30. Po nena duhet ujë o shok, unë duhet ta vadit pataten sot, qepën sot, se sot e do ujët. Ti thua pas nesër s'm pret puna mu. Problemi ujë këtë avas ka patur nga herë këtë shat. Këtu 20 litra ujë i duhet çdo ditë këtij shati. Edhe është zgjidhur problemi. Unë po kthehem nga hara dhe s'ka ujë. I kam lënë ato në fushin pjanti, po duashave me shikojmë edhe s'ka ujë. Unë kam bjell qepë patate, gati 2 hektarë. Dhe këtu kemi problemin me dekada që nuk vaditet, nuk vjen ujë zakonisht. Kemi hapur pus me krahët tona. Presim lart nga Zoti mos na binoj shi, po asaj lart na ndihmon. Personi përgjegjës për vaditjen, Besnik Dervisha, i tha se përpiqen ta shpërndajnë ujë në mënyrë të barabartë mes fshatrave të zonës, por në kulmin e sezonit është e pamundur të sigurohet sasia e nevojshme për të gjithë. Për momentin nuk ka, se s'ka të mbjellë shumë si çështë vitet e tjera. Është përgjysmuar qepa e patatja. Dhe kemi hapur 100 litra ujë, 120 po fillon kakaçi që në kakaç ujë. E kthejnë lart Çaushlia. Dhe mua më del aty në i themin e Euratomit neve. Sa ujë më vjen aty kam këteu, në lartë kanë vadit Çaushlia dhe kakaçi. Këto 100 litra ujë, 120 litra që janë, një 40 i mbajnë ata një. Velitërna është një nga fshatrat me rendiment të lartë në kultivimin e qepës dhe patates, kultura që kërkojnë vaditje të rregullt dhe intensive për të mos humbur cilësinë dhe rendimentin e prodhimit.